14 janar 2026, jemi në ditën e mërkurit. Këtë ditë jam e detyruar të ndaj në 2 pjesë, deri në orën 14 është më e favorshme, duke qenë se jemi shumë më tepër efikas, mund të mbarojmë vërtet shumë punë, prandaj do të këshilloj që këtë pjesë të përdorim. Ndërkohë që pasaj ore hëna do të kaloj tashmë në fazën e saj përfundimtare, si rrjedhoj çdo gjë do të vinë në degradim e sipër. Kemi një farë mjegullimi, si rrjedhoj dhe logjikun ne kë përdorim ashtu siç duhet, mund të vjen prej egos ton dhe të zmallojmë vërtet shumë gjërat. Dhe kjo detyrimisht mund na shpjerë në debate të panevojshme. Gjatë kësaj dite do të kemi edhe tendencë që të bëjmë disa harxime të panevojshme, të sabotojmë veten tonë dhe kjo mund të shkaktojë edhe dëme të rëndësishme me qenien tonë materiale. Mënyra se si mund të shmangim këto është që të jemi më të vetëdijshëm dhe të kontrolluar. Edhe shëndeti fizik është më i prekur, mund të vëmë re egzagerimin e simptomave, prandaj do të këshilloj që edhe në këtë pikpamje të jemi të kujdesshëm. Për të gjithë ata që nuk më njohin, unë jam astrologja Denisa Shyle. Faleminderit dhe mos harroni të më ndiqni për të marrë informacione të tilla në lidhje me astrologjinë dhe me yjet.